Festivali i Shkencës ashtu si në gjithë Shqipërinë, por zhvillohet edhe në Vlorë, në zyrën vendore të arsimit Vlorë i Mar. Në Festivalin e Shkencës kanë marrë pjesë 20 shkolla. Nxënësit të cilët janë pjesëmarrës janë të klasave të 10-ta, të 11-ta dhe të 12-ta. Ky festival, sipas mësueses së kimisë Xhelili, ka për qëllim të nxjisë nxënësit në të menduarin shkencor. Ajo thotë se puna ka filluar me përgatitjen e grupeve të nxënësve dhe më pas me krijimin e projekteve të ndryshme në shkencë. Edhe si pjesë e juris, Xhelili sqaron se nga konkurrimi mes klasave do të shpallen dhe ekipet fituese që do të konkurrojnë në rang zyrash vendore të arsimit. Unë jam Klodiana Xhelili, jam mësuese e kimisë pranë Gjimnazit Ali Demi. Kam punuar ngushtisht me nxënësit për këtë festival të shkencave dhe jam shumë e impresionuar për mënyrën se si ata e kanë përqafuar, për gjithë energjinë që ata na kanë falur. Kemi bërë shumë punime në rang shkolle dhe vetëm 3 prej këtyre punimeve do të kalojnë në fazat e tjera që i takojnë ZVA-s, Drapit edhe më tej në rang kombëtar në Ministrinë e Arsimit. Nisma nxit të menduarin kritik tek nxënësit, punën në grup edhe prakticitetin e tyre dhe të mësuarit në mënyrë praktike ato koncepte teorike që i marrin në shkollë. Për Blu Televizion, nxënësit e Gjimnazit Publik Ali Demi, përgjatë zhvillimit të konkursit Festivali i Shkencës, shpalosin disa prej projekteve të krijuara nga vetë ata. Nxënësit shprehen se dëshira e tyre është që në të ardhmen këto projekte të aplikohen në rang venti. Ne kemi ndërtuar një prototip i cili ma 3 komponentë kryesor të përqendrimit të nxënësit, që janë CO2, temperatura dhe lagështira. Ky komponent, mat parametrat në ambientet të mbyllura siç janë klasat, duke sinjalizuar me dritën. Në ambientin ku jemi, duke qenë se ka shumë nxënës, atëherë drita LED është ndezur për të paralajmëruar që duhet hapur dritaret për ajrosje. Ne kemi krijuar një zile automatike, e cila ka për qëllim të eliminojë nevojën e të rënit të ziles në mënyrë manuale nga presorët, duke rritur efikasitetin dhe precizitetin në përndrimin e orareve mësimore në ambientet shkollore. Po patjetër, dhe ky është edhe synimi jon, nëse ne kalojmë këtë fazë, ne pretendojmë ta zgjerojmë zilen dhe ta bëjmë funksionale atë, dhe pse jo ta përdorim në shkollën tonë si hap të parë dhe më tej ta zhvillojmë edhe në shkollat e tjera. Tani ky projekt tregon e ka mentori reagues në fillim dhe tregon se si funksionojnë stimujt nëpërmjet nervave në tru, në lobe të ndryshme. Për shembull, dhimbja kalon nga palca kurrizore drejt lobit frontal. Drita kalon nga palca kurrizore drejt lobit parietal dhe prekja kalon nga palca kurrizore drejt lobit oksipital. Atëherë është të ndihmoj më shumë në mosidhënie, sepse nxënësit nuk arrin ta kuptojnë lobet, ndarjen e tyre dhe stimuj se si shkojnë në tru. Dhe është një mënyrë shumë praktike për t'i shpjeguar nxënësit më konkretisht si funksionojnë. Roboti me anë të kamerës arrin të detektojë gjyshen, afrohet te gjyshja, lëviz duar të duket më miqësor. Nga kjo lëvizje e duarve, gjyshja mendon që ky robot e themi është si lodër, merret më mirë. Afrohet roboti, i cili ka përdorime të ndryshme, matja e pulsit, rajeve të zemrës. E zën që në gjyshës time i ndodh një problem, themi i bien të fikët, gjyshja bie. Kamera arrin të dallojë nëse gjyshës i ka rënë të fikët. Mua më nis një sinjal në telefon që shko, gjyshës tënde i ka rënë të fikët. Nga ky sinjal ju mund të lajmëroj direkt ambulancë dhe policinë që të shkojnë tek shtëpia e gjyshës edhe të marrin gjyshën dhe të japin ndihmën e shpejtë. Gjithashtu ka një website i cili mund të vësh të dhënat e tua, gjatësinë, rajet e zemrës që cilat i masin, peshën edhe pulsin. Nga këto të katërta arrin të marrin të dhëna për sa aktivitet fizik arrin të bën, sa aktivitet fizik duhet të bësh në ditë, nëse rajet e tua të zemrës janë normale, nëse kanë kaluar normale. Në Gjimnazin Publik Ali Demi, 26 kanë qenë grupet konkurruese, ku juria ka vendosur fituesit, të cilët do t'i përcillen zyrës vendore arsimore Vlorë i Mar. Më pas, fituesit e çdo shkolle do të konkurrojnë mes tyre, ku do të shpallet një fitues, i cili do të jetë përfaqësuesi i Vlorës dhe i Marës në konkursin kombëtar. Vlen të theksohet se idetë janë të vetë nxënësve dhe projektet janë realizuar nga vetë ata ose me donacione të prindërve.